ka lëvizje në Ukrainë nga vetë forcat ukrainase ka strategji mbrojtje në evenimente të tilla. Ka po ashtu edhe shqetësime të shërbimeve perëndimore në Ukrainë që ka një farloj kjo qetësia para së his në Ukrainë është shumë interesante sepse në një terren normal të një lufte barbare siç ndodh në Ukrainë nga Rusia do të shihnim Rusinë të arriste intensitetin e sulmeve. Për shkak se kjo është gjëja momenti më i mirë se gjithë vëmendja botës së globit është në lindjen e mesme, përderisa ky do të mund të fokusohej të bënte si themi dëm më të madh Ukrainës, por kanë qenë më tepër ato sporadike, nuk kanë qenë sulme këtu intensive. Pra kjo është pak e frikshme sepse mund të kemi një largim të vëmendjes në mënyrë që të krijohet një mundësi korridor i Iranit për ose ta zëjmë mund kemi pozicionim të anijeve ose të këtyre nëndeceve ruse që janë të mbështjellur ose janë të mbuluar ose janë të armatosura me armë nukleare të vinë në gjirin e Hormuzit, ta zëjmë për shembull, në grykën e Hormuzit. Kjo mund të jetë një lëvizje shahu e presidentit Putin që ti thot botës që unë ja kam huazuar një nëndece e Iranit për vetëmbrojtje. Mos harrojmë kemi në historinë tonë shqiptare në vitet 60-ta kur Enver Hoxha janë dali nëndecet ruse pikërisht në pjesën jugore në detin Jon, edhe ato mbeten si themi pjesë e pasurisë kombëtare ushtarake shqiptare në atë kohë, por Rusia ka domethënë ndjek të njëjtën strategji që pa ndjekur ose pa tentuar ta ndjekë me komunistët shqiptarë ose me Shqipërinë komuniste në atë kohë, por nuk i doli ashtu siç e bën ata llogari përderisa në këtë rrethon, në këtë ekosistem të sotëm mund të ndodhi edhe një taktizim i tillë. Kjo mund të jetë vetëm taktizim, mos harrojmë Dilber, për shkak se për Rusinë të huazoj ose të jap një flotë ushtarake ose një flotë ose një nëndece të ngarkuara me armë bërthamore është bukur një çmim i madh për shkak se atëherë deterrence, siç njihet ai termi në strategjitë ushtarake, domethënë mundësia për ta vetëmbrojtur veten zvoglohet ka shi Amerikës së Perëndimit. Po mund të kemi edhe risi të tilla. Ta shohim element shumë i rëndësishëm, faktor shumë i rëndësishëm këtu është Kina. Tashmë është shumë interesante për shkak se në Kinë kemi dobësim të Xi Jinping, edhe kjo mund ta çojë një farloj kaosi këtë boshtin e lindorës, boshtin Peking, Moskë, Teheran. Edhe kjo bën situatën shumë më të paparashikueshme. Për ta mbyllur, në Ballkan ju thatë boshti Pekin, Moskë, Teheran, por Beogradi mund ta themi që është i dobët në këtë moment edhe ndoshta nuk e mendon për një inkursion tjetër, apo është momenti që të godas për të hequr edhe vëmendjen, siç thatë ju, që mundet të përfitojë Rusia? Nëse kjo fundit atëherë, ta zëjmë Serbia tenton të bëjë diçka në veriun e Kosovës ose në Bosnjë, ajo do të jetë vetvrasje për Serbinë, për shkak se mos harrojmë janë edhe disa elemente të rëndësishme që kanë zhvilluar këto zhvillimet e fundit vis-a-vis Serbi Evropë. Si duket Serbia tashmë e ka fshuar atë karrotën që i dha Evropa. Si duket kemi retorikë që është interesante, kemi ngritje të retorikës së Vučić kundër interesave të Kosovës edhe kundër si themi me një farloj sensi të dominimin e gjithë narrativës edhe diskursit ballkanik, don të jetë bosi i Ballkanit, sepse po sheh kërcënimin nga Edi Rama dhe nga Shqipëria. Në anën tjetër kemi një Serbi e cila po nënshkruar çdo marrëveshje që është e mundur me Evropën, edhe Evropa po pompon, po injekton para në fakt në Serbi. Unë jam pak si themi më në anën e atyre njerëzve që natyrisht Serbia nuk është faktor që duhet besohet në çfarë lloj pozicioni për shkak se ata historikisht i kanë shfrytzuar këto momente, por Serbia është shumë e dobësuar se sa ka qenë para 6 muajve. Kjo e ndërlikon situatën për Serbinë, përderisa neve na jep mundësi si Kosovë, por edhe si shqiptarë gjithandaj na jep një mundësi të sistemit vënies së dy gishtave në kokë dhe të menduarit strategjik tashmë.
se çka do bëjmë na. Nëse kemi një Trump që të gjithë vota mendoj që duke përfshirë edhe vetë mu, që menduam që Trumpi më tashme nuk është interesuar për ndërhyrje jashtë kufive amerikan, është një president proteksionist, është një president izolacionist e tjerë. Para 3 ditësh presidenti Trump tregoi që ai nëse bindet, dhe zgjohet një ditë në mëngjes dhe mendon që është një padrejtësi e madhe që po i bëhet Izraelit ose ta zënë Kosovës ose një vendi tjetër, ai mund të dërgojë raketa Tomahawk në cilin do vend që zgjell ta bëjë të tillë. Pra, ky është një mundësi e mirë për ne për ta ripozicionuar, jo për ta ripozicionuar, se është term shumë i fuqishëm, por për ta rishikuar pozicionin ton ka shi këtyre zhvillimeve të fundit dhe ta shfrytëzojmë sa më shpejt që është e mundë. Ne kemi në Kosovë kemi një sfidë tashmë akoma nuk e kemi të kompletuar kuvendin, edhe kjo është me të vërtetë e vështirë dhe po vështirëson pak si themi atë klarifikimin dhe qartësimin e fokusit ton diplomatik, po shpresoj që në ditën e vazhdim ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të rikthehemi në shina, edhe të vazhdojmë rrugtimin ton në si themi ta fuqizojmë edhe partneritetin me aleatët tanë. Shqipëria po luan një rol natyrisht Shqipëria i ka dhe sfidat e veta, por Shqipëria si vendi i parë në pole position që është për të bashkuar Unionit Evropian, ka një rol shumë delikat, tashmë. Delikat për shkak se në anën tjetër po bëhet edhe një luftë e madhe diplomatike prapas skene për ta mbajtur paqen në Ballkan. E mendoj unë që këto komponente, si themi, lajthitja e Evropës ndaj Serbisë dhe Serbia, përfitimet që po i merr Serbia nga Evropa mund të jenë element preventimi, por në anën tjetër mos harrojmë, është edhe përçarja Moskë-Beograd, që tashmë po paraqitet sikur përçarje të hapur diplomatike, por unë mendoj që është shumë e ndërlikuar se sa që paraqitet ashtu në faqet edhe ballinat e portaleve tona. Zoti Bara, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për analizën. Ka kënd vështrimi ekonomik, politik dhe me gjërë. Ti jam mirënjohës shumë për kohën. Dhe shumë.